Përmirësimi i shërbimeve dhe rritja e sigurisë publike janë në qendër të projektligjit të ri për Policinë Bashkiake që synon forcimin e rolit të strukturave vendore dhe rritjen e efikasitetit të tyre në shërbim të qytetarëve. Nisma pas konsultimit publik pritet të diskutohet tashmë në Këshillin Konsultativ me pushtetin vendor. Projektligji i ri parashikon një organizim tërësisht ndryshe të Policisë Bashkiake të ndarë në dy nivele, atë qendror dhe vendor, duke vendosur standarde të njëjta profesionale dhe funksionale në të gjitha bashkitë e vendit. Për herë të parë pritet të ketë edhe një portal unik rekrutimi. Niveli qendror do të ketë përgjegjësinë për përcaktimin e standardeve kombëtare, koordinimin e punës së drejtorive vendore dhe garantimin e bashkëpunimit të fortë ndërinstitucional. Ky nivel do të ushtrojë një rol mbështetës dhe koordinues, pa cënuar autoritetin e njësive të veçqeverisjes vendore, ndërkohë niveli vendor do të vijojë të ketë autoritet të plotë në terren me kompetenca të shtuara, duke mundësuar ofrimin e shërbimeve më cilësore, më të shpejta dhe më efektive. Sipas draft dokumentit, Policia Bashkiake do të ketë një rol më aktiv për sigurimin e rendit në bashkëpunim me Policinë e Shtetit. Ajo do të organizohet pak a shumë si ajo e Policisë së Shtetit, me një hierarki funksionale të qartë, ndërsa drejtori i përgjithshëm i Policisë Bashkiake do të jetë në varësi të Ministrit të Brendshëm, duke forcuar lidhjen me ekzekutivin dhe koordinimin e veprimtarisë së saj. Dokumenti i ri synon që Policia Bashkiake të shërbejë si një polici mbështetëse për Policinë e Shtetit, duke qenë gjithnjë më angazhuar në garantimin e rendit dhe sigurisë në territorin e bashkive. Kjo nisëm synon rritjen e efikasitetit dhe zbatimin e ligjit në një bashkëpunim më të ngushtë. Ministria e Brendshme Albana Koqiu ka nënvizuar se ky projekt ligj synon arritjen e një policie bashkiake më profesionale, më të besueshme dhe më pranë qytetarëve, si një kompetent i rëndësishëm për sigurinë publike në bashkëpunim me autoritetet lokale. Kompetencat e reja janë gjithashtu ajo ndaj masave për zhurmat, ruajtja e hapësirave publike dhe monumenteve, si dhe kontrolli i ndalimit të duhanit në hapësirat publike.